Pas 5 ditësh që konsiderohej e zhdukur, një 42 vjeçare nga Gjakova është gjetur nga policia dhe ka deklaruar se ishte larguar me dëshirën e saj, pasi kishte vendosur të jetojë me të dashurin, me të cilin kishte qenë në lidhje prej rreth 5 muajsh. Sinjali merr vesh se bëhet fjalë për GQ. Zhdukja e saj ishte raportuar më 5 prill 2025, rreth orës 6 të mëngjesit nga bashkëshorti i saj, BQ. Pas hetimeve të kryera të njësisë së hetimeve, është arritur të lokalizohet vendodhja e saj. E njëjta siç merr vesh Sinjali pas intervistimit, është kthyer te partneri i saj duke thënë: "Ika te i dashuri, nuk dua të kthehem më te burri." Lidhur me detajet e rastit është vënë në dieni edhe prokurori, derisa rasti është mbyllur si person i gjetur.